10 gratë e larguara nga mëshira e Allahut. Motra ime, kujdesu që të mos jesh nga ato 10 gra që janë të larguara nga mëshira e Allahut. Veprat e tyre që i largojnë nga mëshira e Allahut janë këto. Numër 1. Tatuazhi. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, i mallkoi ato gra që u bëjnë tatuazh dhe ato gra që kërkojnë t'u bëhet tatuazhi. Me tatuazhin kuptojnë futjen e gjilpërës nëpër trup dhe vizatimin e trupit me ngjyra. Numër 2. Shkulja e vetullave. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, i mallkoi ato gra që i shkulin vetullat dhe ato që kërkojnë t'u shkulen vetullat. Numër 3. Hapja e zbrastirave mes dhëmbëve. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, i mallkoi ato gra të cilat i rrallojnë dhëmbët e tyre, bëjnë zbrastira mes dhëmbëve për zbukurim. Numër 4. Gërshetimi i flokëve të huaja mbi të vetat apo zgjatja e flokëve të veta me flokë të tjera. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, i mallkoi atë grua e cila i gërsheton flokët e huaja mbi të vetat dhe atë që mundson që kjo t'i bëhet. Kjo grua i gërsheton grave të tjera flokët me qëllim që t'i duken më të gjata dhe këtu hyn edhe paruka. Numër 5. Gruaja nga e cila është zemruar burri i saj. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: nëse burri e thërret gruan e vet për në shtrate, ajo nuk vjen. Melekët do ta mallkojnë atë grua deri në mëngjes. Numër 6. Përngjasimi i grave me burra. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, i ka mallkuar ato gra që i përngjasojnë burrave. Numër 7. Vizitueset e varrezave. Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, përcjell se i dërguari i Allahut, lavdia e paqja e Allahut qofshin mbi të, i mallkoi vizitueset e varrezave. Numër 8. Të vajtuarit me zë gjatë fatkeqësive. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, është i pafajshëm ndaj një gruaje që qanë me zë e vajton, ndaj asaj që rruan kokën dhe ndaj asaj që shqyen rrobat, kur i bie fatkeqësi. Numër 9. Gruaja që divorcohet nga burri i saj 3 herë dhe pastaj martohet me burr tjetër për një periudhë të shkurtër, jo me qëllim martese, po me qëllim që ky i fundit ta shkurorzojë menjëherë dhe ajo t'i kthehet burrit të parë. Kjo është mëkat nga mëkatet e mëdha dhe është tradhti dhe gënjeshtër e keqe. Numër 10. Gruaja e zhveshur. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: si dhe gratë e veshura, por të zhveshura, të cilat lëkunden gjatë ecjes. Kokat e të cileve janë si shpina e deves, nuk do të hyjnë në xhennet, e as që do të nuhatin erën e tij, ndërsa era e tij ndihet aq larg. Motra ime, mos harro se me mallkim nën kuptojmë largim nga mëshira e Allahut. Nëse ti largohesh nga mëshira e Allahut, kush do të mëshiroj? Pasha Allahun, nëse tu bohen të gjithë njerëzit, nuk do të kenë mundësi të shpëtojnë nga dënimi i varrit. Dhe rikujtoje motër se bukuria e kësaj dynjaje është kalimtare dhe neve nuk do të na mbeten nga ajo vetëm se veprat e mira. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: o ju gra, jepni lëmosh, sepse ju do të jeni më të shumta në numër banor të xhehenemit.